Rikthehen rreshtet e Dborës në zonat malore të juglindjes së vendit. Rreshje që kanë sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve në fshatrat e njësive administrative të zonave të thella. Me probleme paraqitet aksi rrugor, Bellovod, Vidhkuq, Shtyll, Panarit. Në këtë zonë trashësia e borës ka shkuar deri në 7 cm, ndërkohë që në majtë të mashkullorës trashësia ka shkuar deri në 15 cm. Qarkullimi në fshatrat turistik të Voskopojës dhe Dardhës kryhet normalisht. Prej orës 5 të mëngjesit kanë filluar rreshtet e shiut në të gjithë qarkun. Mbi lartësitë 1200 metra ka pasur dhe rreshje të bore. Aktualisht në Voskopoj, në Qarr, në Bigëll e në Qavthan ka rreshje të lehta të bore deri në 3-4 cm, po bëhet pastrimi dhe kriposje. Ndërsa në aksin e Dardhës ka arritur deri 20 cm me lartësinë mbi 1300 metra. Edhe këtu po bëhet pastrimi së shashini, kriposja e aksit. Dhe aktualisht në të gjithë qarkun rrugët janë kalueshme pa probleme për mjetet. Rreshje të bore ka pasur edhe në fshatrat malore të Kolonjës dhe Devollit të Sipërm, por nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit të mjeteve. Sipas sinoptikanëve, temperaturat në juglindje të vendit pritet të shkojnë deri në -7 gradë Celsius. Në këto kushte bëhet apel për kujdes të shtuar të drejtuesve të mjeteve, në veçanti në akset e zonave malore. Rreshjet e borës në zonat e thella malore kanë sjellë ndërprerjet e energjisë elektrike në 150 familje të fshatrave Cerje, Brozdovec, Mazrek, si dhe në fshatrat që furnizohen me energji elektrike nga Fidri fshatit Rehov.